Një frazë tejet gati-gati parazite ka zënë vend prej kohësh dhe prej vitesh në fjalorin ton të përditshëm, në fjalorin urban, madje dhe në fjalorin e jetës publike, po themi kështu, të ligjërimit publik. Ajo është, ky vend nuk bëhet. Origjinën faktikisht e ka nga Shqipëria, por dal nga dal vitet e fundit ka filluar të zërë vend edhe në shoqëritë e tjera të hapësirës shqiptare dhe posaçërisht në shoqërinë kosovare, për shkak se ajo çfarë është pretenduar mbas luftës se do ndodh nuk ka ndodhur, dhe kështu që është përjetohet si një ndjenjë disfatizmi. Nuk bëhet ky vend, por realisht a bëhet, dhe realisht a është gjë e mirë që ne të investohemi duke e artikuluar dhe duke menduar në këtë mënyrë për vendin tonë, që në një farë mënyre nuk është vetëm i yni, por dhe i fëmijëve tanë, të ardhmes tanë, të atyre për cilët ne sakrifikojmë dhe përpiqemi t'u sigurojmë dhe t'u bëjmë jetën më të mirë. Për këtë do diskutojmë këtu në Nektar, në këtë emision pra që do t'i kushtohet pikërisht kësaj ndjenje dhe vizionit se si duhet ta shikojmë të ardhmen dhe se si duhet përpiqemi që në një farë mënyre ta rrëzojmë mitin e kësaj thënie. Për këtë unë do të kem të ftuar Fitim Zekthi, është gazetar, vjen nga Tirana. Përshëndetje Fitim. Si dhe hoxhën e nderuar nga Mitrovica, Ekerem Avdiu. Përshëndetje. Unë në përshkrimin tim, së pari mirë se u kam në studio, mirë se të kam dhe ty Fitim, ju jeni një person i pranishëm në panelet televizive ku vërtet edhe pozicioni juaj si njeri që trajton problemet politike, problemet sociale, problemet e shoqërisë shqiptare, është normali që u ka sjellur edhe këtu në panelin e Nektarit për të trajtuar këtë çështje kaq të mpres, sepse është një çështje që në një farë mënyrë i përket dhe psikologjisë tonë. Psikologjia disfatiste është e papranueshme, ju do ta shtjelloni hoxhë nderuar dhe nga pikpamja fetare, por a ka një histori të vetën kjo thënia nuk bëhet ky vend dhe kur daton në një farë mënyrë, apo daton që me shtetin shqiptar?